Në gjykatën e posaçme vijojnë t'jepen dëshmitë të pandeurve të dosjes Plumbje Art. Në seancën e sotme, Erion Alibej pranoi përfshirjen direkte në disa vrasje mafioze që kanë tronditur vendin vitet e fundit. Në dëshminë e tij Alibej deklaroi se është financues në vrasjen e Dorian Shkozës. Ai tha gjithashtu se është pjesëmarrës në vrasjen e Besian dhe Viktor Haxhiajt, të Emiliano Ramazit, Regis Runajt dhe Bujar Çelës. Alibej shtoi se motivi kryesor për atentatin ndaj Shkozës ishte akmarrja për vrasjen e familjarëve të tij, ku sipas tij Shkoza ishte përfshirë informacion që ja kishte dhënë Nureddin Dumani, një emër tjetër kyç në këtë dosje. Jam financues në vrasjen e Dorian Shkozës, jam pjesëmarrës në vrasjen e Besian dhe Viktor Haxhiajt, jam pjesëmarrës në vrasjen e Emiliano Ramazit dhe Regis Runajt dhe në vrasjen e Bujar Çelës. Kam qenë i dënuar më parë për trafik droge në 2010-2011. Për këtë çështje jam arrestuar dhe kam dalë nga burgu në 2013. Kemi qenë një grup i dënuar për këtë çështje mes tyre dhe vllai im i ndjer. Vrasjen e Dorian Shkozës e kërkova sepse me çdo kush doja ta loçelën. Nga komunikimi që unë kisha me Nureddinin, unë disa persona nuk i njihja që ishin pjesëtar në vrasjen e familjarëve të mi. E mësova nga Nureddin Dumani që Dorian Shkoza ka marrë pjesë në ekzekutimin e familjarëve të mi. Nureddin Dumani më duke i besuar sepse më korrespondonin të dhënat. Nureddin Dumani nuk më tregoi ndonjë dokument për Dorian Shkozën, por thënjet e tij më bindën. Lidheshin rrethanat sepse Nureddini më tha kanë qenë 2 makina. Ndaj familjarëve të mi është qelluar me 2 automjete. Për vrasjen e Angelo Avdiajt e mora vesh përmes televizorit, në mos gaboj. Nuk isha dëgjuar më parë për të. Nureddini më tha që ai ishte pjesë e grupit kundërshtar i Talo Çelës. Encrochatin e kam përdorur që kur është hedhur në treg. Rreth vitit 2016-2017 e kam nisur përdorimin. Rofeu Erion Alibej.